Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Në 66 vjetorin e themelimit, televizionin shqiptar shënon rrugëtimin e tij si institucioni më i madh mediatik në vend, që nga transmetimet e para në vitin 1960 deri te mbulimi kombëtar që ka sot. Në krye të kësaj medie publike, Eni Vasili, gruaja e parë që drejton në RTS-n, udhëheq procesin e transformimit për ta bërë atë më cilësore, më profesionale dhe më pranë publikut. Përmes programeve informuese, edukative dhe argëtuese, RTS vijon misionin e tij si pjesë e identitetit kulturor dhe historik të Shqipërisë. Prezantohet nëpërmjet projekti Green Vjosa, një nismë që synon forcimin e mbrojtjes së lumit vjosa dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave përgjatë tij. Ministri i Mjedisit Sofian Jaupaj dhe homologu gjerman theksuan rëndësinë e bashkëpunimit për ruajtjen e biodiversitetit. Projekti parashikon trajnime, mbështetje për turizmin natyror dhe nxitjen e bizneseve lokale. Turizmi familjar në Liboho, por i të ndjeshëm fal natyrës së pasur, ajrit të pastër dhe gatimeve tradicionale që tërheqin gjithnjë më shumë vizitor. Kjo ka nxitur banorët të investojnë në shtëpitë e tyre duke i kthyer ato në bujtina dhe duke krijuar një ofertë turistike gjithnjë më të kërkuar. Në Memalia e këtë sezon është rritur oferta turistike fal zhvillimit të bujtinave dhe promovimit të zonës natyrore përreth. Investimet lokale dhe interesimi i vizitorëve po i kthejnë gjithnjë më shumë qytetin në një destinacion të ri për turizmin familjar dhe natyror në jug të vendit. Për këto dhe të tjera informacione na ndiqni në vim, ju njohim tani më gjerësisht. Në 66 vjetorin e themelimit, televizioni shqiptar shënon rrugëtimin e tij si institucioni më i madh mediatik në vend, që nga transmetimet e para në vitin 1960 deri te mbulimi kombëtar që ka sot. Në krye të kësaj medie publike, Eni Vasili, gruaja e parë që drejton në RTS-n, udhëheq procesin e transformimit për ta bërë atë më cilësor, më profesional dhe më pranë publikut. Përmes programeve informuese, edukative dhe argëtuese, RTS vijon misionin e tij si pjesë e identitetit kulturor dhe historik të Shqipërisë. Radio-televizioni shqiptar kremton sot 66 vjetorin e fillimit të transmetimeve të tij, duke shënuar një gur kilometrik për historinë kombëtare, në shërbim të informimit të publikut, duke ruajtur kulturën dhe pasuruar artin. Në vitin 1960, Radio-televizioni shqiptar nisi transmetimet vetëm për një territor të kufizuar, e më pas ushtri në të gjithë vendin, duke mbuluar sot hapësirën më të madhe gjeografike nga të gjitha mediat audiovizive të vendit. RTS prodhoi në më shumë se 6 dekada programe që synuan të jenë gjithëpërfshirëse, duke patur në vëmendje informimin, edukimin dhe argëtimin. Ky 66 vjetor i lindjes dhe themelimit të transmetuesit të vetëm publik në Republikën e Shqipërisë, me në krye drejtoreshën e përgjithshme Eni Vasili, e cila është e para grua që drejton median publike, vijon me përkushtim rrugtimin. Me angazhimin dhe vizionin për ta bërë këtë media sa më afër publikut, cilësisht dhe me profesionalizëm, Radio-televizioni shqiptar ka nisur zyrtarisht procesin e transformimit. Ky vendim u mor në mbledhjen e Këshillit Drejtues pak ditë më parë, ku u miratua unanimisht ristrukturimi i institucionit në përputhje me parimet e Unionit Evropian të transmetuesve publik pas një pune studimore 9-muajore. RTS në 66 vjetorin e themelimit numëron me qindra programe tematike, dokumentar, seriale dhe filma televiziv, koncerte, recitale, festivale muzikore kombëtare, pa lënë më njanë gjinin e skenës së teatrit. Sot RTS feston dhe nderon me krenari me 10 gazetar, muzikant, artist, skenarist, teknik, kameraman, punonjës të prodhimit televiziv, që kanë dhënë kontribut të çmuar në pasurimin e programacionit. RTS synon të përparojë krah zhvillimeve teknologjike edhe sfidave që sjell zhvillimi në fushën e medias audiovizive. Ky institucion është televizioni i historisë së Shqipërisë, ndërsa misioni vazhdon. Prezantohet nëpërmjet projekti Green Vjosa, një nismë që synon forcimin e mbrojtjes së lumit vjosa dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave përgjatë tij. Ministri i Mjedisit Sofian Jaupaj dhe homologu i tij gjerman theksuan rëndësinë e bashkëpunimit për ruajtjen e biodiversitetit. Projekti parashikon trajnime, mbështetje për turizmin natyror dhe nxitjen e bizneseve lokale. Parku Kombëtar i Lumit të Vjosa vijon procedurat për të shpallur rezerve biosferës nga UNESCO.
Nëpërmjet u prezantua projekti Green Vjosa, një nismë madhore që synon mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të lumit Vjosa, të cilësuar si lumi i fundit i egër në Europë. Ministri Mjedisi Sofian Jaupaj dhe Ministri Federal i Gjermanisë për Mjedisin prezantuan projektin që përfshin forcimin e mbrojtjes së biodiversitetit dhe zhvillimin e zonave natyrore përgjatë lumit. Gjatë aktivitetit, delegacioni vizitoi Parkun Kombëtar Lumi Vjosa, një ndër ekosistemet më të çmuara të vendit, i vlerësuar për pasurinë e biodiversitetit dhe rëndësinë e tij në ekuilibrat mjedisor të rajonit. Është vizita ime e tretë në këto pak muaj si ministër i mjedisit. Me kolegun e nderuar gjerman jemi duke lançuar një projekt për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm si Green Vjosa. Kemi projektin me Bashkimin Evropian dhe Agjencinë Franceze për zhvillim për mirë menaxhimin e mbetjeve. Gjithë zonat dhe qytetet e thellgut të mbledhës të Vjosës janë të mirë strukturuara në projektet e Ministrisë së Mjedisit në mënyrë që këtë qark ta kthejmë qarkun e parë të Shqipërisë në ekonomi qarkulluese. Duke mbajtur qëndrueshmërinë mjedisore dhe qëndrueshmërinë ekonomike, ne do arrijmë ta ruajmë dhe ta mbrojmë Vjosën siç është mbrojtur deri më sot, fal mbështetjes dhe fal përkushtimit të gjithë njerëzve të jashtëzakonshëm që mban kjo zonë e bukur e Shqipërisë. Projekti Green Vjosa 2026-2029 vlerësohet si një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit të statusit të mbrojtur të lumit dhe nxitjes së zhvillimit të qëndrueshëm ekonomike mjedisor për komunitetet përgjatë brigjeve të tij. Ministri Jaupaj nënvizoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe falenderoi posaçërisht Gjermaninë për mbështetjen e vazhdueshme në fushën e mjedisit. Projekti pritet të ndikojë në rritjen e kapaciteteve të menaxhimit të zonave të mbrojtura, nxitjen e bizneseve të bazuara në natyrë dhe promovimin e Vjosës si një destinacion kryesor i turizmit të qëndrueshëm. Parku Kombëtar i Vjosës, parku më i ri kombëtar në Shqipëri, është pjesë e aplikimit për shpalljen e rezerve biosferës nga UNESCO. Këshilli i Ministrave ka miratuar sot aktin e 12 nënligjor në zbatim të ligjit për shkencën në Shqipëri, duke plotësuar kuadrin e reformës në kërkim shkencor. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha se ky akt vendos rregulla të qarta për financimin dhe funksionimin e institucioneve kërkimore, duke e bërë sistemin më transparent dhe më të standardizuar. Sipas saj, vendimi është një hap i rëndësishëm për forcimin e dijes dhe inovacionit në vend. Qeveria ka miratuar aktin e 12 nënligjor në zbatim të ligjit për shkencën në Republikën e Shqipërisë, një hap kyç në përfundimin e kuadrit ligjor që rregullon kërkimin shkencor në vend. Vendimi i Këshillit të Ministrave vjen si pjesë e reformës së gjerë në fushën e arsimit të lartë dhe shkencës, me synim për të modernizuar institucionet kërkimore, për të rritur cilësinë e prodhimit shkencor dhe për të forcuar lidhjen mes kërkimit, inovacionit dhe nevojave zhvillimore të vendit. Në një prononcim pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro theksoi rëndësinë strategjike të këtij akti për zhvillimin shkencor të Shqipërisë. Në përputhje me direktivat dhe rregulloret e Komisionit Evropian dhe të Bashkimit Evropian. Me mbylljen e këtij akti ne bëjmë edhe, si thua, veprimin e fundit ligjor në detyrimet që kemi për kapitullin e 25, është kapitulli për kërkimin shkencor, është një kapitull për cilin po punohet prej disa vitesh, por do të jetë me shpresë, me besim dhe me kalendar, një ndër dy kapitujt e parë që do të mbyll negociatat brenda këtij viti. Për hartimin e të gjitha këtyre akteve në ligjore ne kemi qenë në bashkëpunim të ngushtë, jo vetëm me të gjitha institucionet shqiptare të interesuara, por edhe me Komisionin Evropian, me qëllim që përputhja të jetë e plot lidhur me aderimin e Shqipërisë në zonën e lirë europiane të kërkimit shkencor dhe për të antarësuar institucionet tona, tashmë e kanë rrugën të hapur në konsorciumin e europian të infrastrukturës së kërkimit shkencor. Ha perspektiva të reja për t'ju dhënë lehtësi dhe mundësi kërkuesve shkencor, qoftë në universitete apo institucione të tjera publike
apo private të cilat duan të zhvillojnë një si të kërkimit shkencor në sektor të ndryshëm për të qenë koherent, për të qenë të barabartë dhe për të pasur të drejtat të njëjta me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Sipas ministres Kumbaro, me konsolidimin e kuadrit të ri ligjor, qeveria synon që shkenca të marrë rolin që i takon në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Një tjetër kriter ka qenë edhe plotësimi i i kërkesës për të rritur investimin për kërkimin shkencor, krahasuar me vitin 2022 e kemi trefishuar nivelin e buxhetimit kërkimit shkencor, buxhetimi i cili nuk matet vetëm me buxhetin e Ministrisë së Arsimit, sepse janë një seri institucionesh të tjera, të cilat investojnë në kërkimin shkencor, që nga siguria deri ke shëndetësia, që nga bujqësia deri tek infrastruktura e kështu me radhë. Dhe angazhimi është që ne do të vazhdojmë që këtë që quhet kriteri matës Gjibard ta rrisim në vitet në vazhdim. Kemi ecur me ritme të mira, kemi marrë vlerësime pozitive deri tani nga Komisioni Evropian dhe të dyja kapitujt që kanë të bëjnë me arsimin, kapitulli 25 dhe kapitulli 26, besoj që sipas gjithë parashikimeve do të jenë dhe dy kapitujt e parë që do të mbyllen në vazhdën e një pune disa vjeçare të bërë nga negociatorët tanë edhe nga gjithë ekipi, jo vetëm i Ministrisë së Arsimit në rastin konkret, po i të gjithë universiteteve, Instatit, edhe gjithë institucionet e varësisë të qeverisë. Akti i ri nën ligjor përcakton rregullat dhe mekanizmat që do të garantojnë funksionim më efikas të strukturave përgjegjëse për kërkim shkencor, si dhe mënyrën se si do të administrohen fondet publik për projekte kërkimore me standarde të unifikuara dhe të krahasueshme me vendet e tjera të rajonit dhe Europës. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, zhvilloi një takim me bletarët dhe prodhuesit e mandarinave në zonën e Xarës në Konispol, një nga zonat kryesore të prodhimit të agrumeve në vend. Gjatë diskutimeve u ndal në përfitimet konkrete të kompensimit të 10% të autofaturës, një instrument që synon uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e formalizimit të sektorit bujqësor. Ministri theksoi gjithashtu se skema kombëtare mbështetjes për fermerët dhe blegtorët këtë vit ka vlerën e rreth 25 milion eurove, duke synuar mbështetje direkte dhe më të zgjeruar për të gjithë aktorët e sektorit. Sipas tij, paketa e re e mbështetjes sjell zgjerim të instrumenteve financiare, përfshir grante deri në 10.000 euro për të rinj që investojnë në bujqësi dhe blegtori, me qëllim nxitjen e gjeneratës së re në këtë sektor. Pashtu theksua se mbështetja për bletarin është dyfishuar, duke u rritur nga 1.000 në 2.000 lek për koshere, ndërsa janë ulur edhe pragjet e përfshirjes në skema, duke mundësuar që më shumë fermer të përfitojnë nga subvencionet dhe të forcojnë aktivitetin e tyre prodhues. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit në bashkëpunim me IMT-n vendore dhe Policinë e Shtetit ka ndërmarrë një aksion në Bashkinë e Sarandas për lirimin e hapësirave publike dhe goditjen e ndërtimeve pa leje. Ndërhyrja ka nisur në njësinë administrative të Ksamilit, ku sot ka filluar prishja e disa objekteve të ndërtuara në shkelje të ligjit. Aksioni pritet të vijojë edhe ditën e nesërme në qytetin e Sarandas. Sipas autoriteteve, në total parashikohet shembja e rreth 10 objekteve, mes të cilave struktura prej betonit të armuar, metali dhe druri. Të gjitha këto ndërtime rezultojnë pa dokumentacionin e nevojshëm ligjor dhe janë ngritur në mënyrë të paligjshme. IKMT bën me dije se për çdo rast është ndjekur procedura ligjore dhe janë marrë masat administrative përkatëse në kuadër të përpjekjeve për të vendosur rregull në territor dhe për të mbrojtur hapësirat publike në zonat turistike të jugut. Turizmi familjar në Libohov poritet ndjeshëm fal natyrës së pasur, ajrit të pastër dhe gatimeve tradicionale që tërheqin gjithnjë më shumë vizitorët. Kjo ka nxitur banorët të investojnë në shtëpitë e tyre duke i kthyer ato në bujtina dhe duke krijuar një ofertë turistike gjithnjë e më të kërkuar. Zonat rurale të Libohovës po fitojnë gjithnjë e më shumë vëmendje nga turistët e huaj duke u kthyer në destinacione të preferuara për ata që kërkojnë natyrë të paprekur, traditë dhe qetësi. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çanov, fshatra si Labova e Kryqit, Nepravishta dhe zona e Zagoris janë ndër më të frekuentuarat. Këto zona ofrojnë një kombinim të veçantë të historisë, peizazheve malore dhe mikpritjes tradicionale shqiptare.
Në Bashkinë e Liboovës, ndër zonat që frekuentojnë më shumë për shkak edhe të aseteve turistike, natyrore, monumentet e kultit, është Labova e Kryqit, sigurisht, që ka një hovë dhe një kërkesë më të madhe për turistët, është tashmë edhe Nepravishta ka marrë rrugë në aspektin turistik, por edhe Zagoria për efektet e saj që ka natyrën e pastër, ka kërkesa për turistët si vendas dhe të huaj. Rritja e interesit për këto destinacione ka sjellë një ndryshim të dukshëm në jetën e banorëve vendas. Duke parë kërkesën në rritje nga turistët, shumë familje kanë filluar të investojnë në hapjen e bujtinave, duke i kthyer shtëpitë e tyre në ambiente pritëse për vizitorët. Kjo jo vetëm që ndihmon në zhvillimin ekonomik të zonës, por gjithashtu kontribuon në ruajtjen dhe promovimin e kulturës dhe traditave lokale. Trendi kurdoherë është në rritje, një pjesë e banorëve mundohen që të hapin bujtina dhe t'i kthejnë shtëpitë e tyre në shtëpi pritëse, për ta parë këtë si një version për sjell të ardhura për familjet e tyre. Sigurisht që rritja e aseteve e bujtinave, po themi, sjell edhe rritje të kërkesës dhe të produkteve të zonës, duke qenë ato blegtorale dhe ato bujësore. Pasi ka kërkesë më të lartë, por edhe çmimi rritet gradualisht. Zhvillimi i turizmit rural në Liboov po shihet si një mundësi e rëndësishme për të ardhmen e këtyre zonave. Me rritjen e numrit të bujtinave dhe përmirësimin e shërbimeve, pritet që këto destinacione të tërheqin edhe më shumë vizitorë në vitet në vijim. Në Memalia i këtë sezon është rritur oferta turistike falë zhvillimit të bujtinave dhe promovimit të zonës natyrore përreth. Investimet lokale dhe interesimi vizitorëve po e kthejnë gjithnjë më shumë qytetin në një destinacion të ri për turizmin familjar dhe natyror në jug të vendit. Mbi 200 turist kanë vizituar qytetin e Memaliajt gjatë kësaj periudhe falë bashkëpunimit me agjenci turistike. Vizitorët kanë shfaqur interes të lartë për muzeun e qytetit, qendrën historike, shëtitoren e të tjerë, duke e kthyer këtë destinacion në një nga pikat më të frekuentuara. Gjatë këtij muaji kemi patur një vizitueshmëri të lartë, pothuajse ka shënuar kulmin për qytetin ton, ku kemi patur mbi 200 turistë të ardhur nga Gjermania dhe nga Franca, falë bashkëpunimeve që ne kemi dhe kontakteve me agjenci turistike. Ndërkohë, për të lehtësuar aksesin drejt pikave turistike, po ndërhyet në pastrimin e segmenteve rrugore si dhe në përmirësimin e sinjalistikës, me qëllim orientimin dhe akomodimin sa më të mirë të vizitorëve. Të drejtim drejtoria ka si pikësynime dhe shtimin e numrit turistëve dhe në zonat rurale, ku ne kemi përqendruar në rregullimin e sinjalistikave të vjetra dhe vendosjen e atyre të rejave, që turistët ta kenë më të lehtë për të shkuar në destinacion. Vendet më të frekuentuara nga vizitorët janë kryesisht qendra e qytetit, muzeet, shëtitoret, zonat rurale, bujtinat që kemi gjatë rrugës nacionale janë pothuajse të përhershme të vizituara. Në zonat rurale më të vizitueshme janë Shkëmbi Bardh, Repet e Donjës. Autoritetet vendore bëjnë të ditur se puna do të vijojë edhe në ditët në vijim me synim rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe promovimin e mëtejshëm të potencialit turistik të zonës. Në Këlqyr, mjekët raportojnë rritje të ndjeshme të alergjive stinore për shkak të polenit dhe temperaturave të larta. Në qendrën shëndetësore paraqiten në çdo ditë rreth 3 raste të reja, ndërkohë që bluzat e bardha theksojnë se trajtimi në kohë është i domosdoshëm për të shmangur përkeqësimin dhe komplikimet. Rritja e temperaturave dhe prania e lartë e polenit në ajër kanë sjellë shtim të rasteve me alergji stinore në qendrën shëndetësore të Këlqyrës. Mjekja Entela Ibrahimi bën të ditur se çdo ditë paraqiten mesatarisht 3 raste të reja, kryesisht me simptoma tipike alergjike. Rastet me alergji stinore shtohen pasi kemi shumë polene,
që janë alergjen të ndryshëm dhe më shumë janë moshat fëminore të cilat kanë rinite alergjik. Gjatë kësaj periudhe ka rreth 2-3 raste në ditë të cilat janë menaxhuar edhe nga personeli shëndetësor edhe infermieror edhe personeli i mjekëve që japin shërbim pranë qendrës tonë shëndetësore 24. Alergjitë stinore shfaqen me të shtima të shpeshta, kruajtje të syve dhe vështirësi në frymarrje. Sipas mjekës, pacientët duhet të tregojnë kujdes dhe mos të neglizhojnë këto simptoma, pasi mund të përkeqësohen. Ne u bëjmë apel dhe prindërve që të kenë kujdes ndaj daljeve të fëmijëve dhe të paraqiten pranë qendrës shëndetësore edhe me rastet më të lehta, me edema të syve, me rinitet alergjike nga hundët, me kruarje të ndryshme, që të mos kemi probleme të tjera më të mëdha. Mjekët theksojnë se ndërhyrja në kohë dhe trajtimi i duhur janë të domosdoshëm për të shmangur komplikimet dhe pasojat afatgjata. Në kalendarin artistik të Teatrit të Gjirokastrës, çdo vit të paktën 2 shfaqje u dedikohen fëmijëve. 3 Dërkucët ishte pjesa e radhës e cila u shfaq premier ditën e martë për fëmijët e ciklit fillor të shkollës Koto Hoxhi, ndërkohë që do të vazhdojë rrugtimin edhe në ditët në vijim. Kjo pjesë është përshtatur për skenë nga regjizori Klement Konomi. 3 Dërkucët është pjesa teatrale që këto ditë po shfaqet për fëmijët gjirokastrit në skenën e teatrit Zini Sako. Kjo shfaqje dashur për vogëlushët këtë herë vjen në interpretimin e 5 nxënësve të shkollave nëntëvjeçare të qytetit, loja e të cilëve u mirëprit e u duartrokit prej tyre. Shfaqja mu duk shumë interesante për të tërhequr mendjen e fëmijëve, mu duk një shfaqje e bukur, edhe më pëlqeu se si ata e aktronin në një mënyrë shumë të mirë. Pas shfaqje ishte shumë e bukur, shfaqja përso që 3 Dërkucët, aktorët vajtën shumë bukur, shpresoj që ta shikoj përsëri se më pëlqeu shumë. Është aktori gjirokastrit Klement Konomi që ka vendosur në skenë si shumë pjesë tjera për të argëtuar fëmijët e qytetit. Përveç kalendarit të hartuar sipas shkollave të shtunën teatri do të jetë i hapur për çdo fëmijë që do të shijojë 3 Dërkucët. Premiera e radhës në Teatrin Zini Sako është një premier për fëmijë, 3 Dërkucat. Kjo shfaqje, kjo vepër klasike rikthehet në Teatrin Zini Sako me qëllimin për të edukuar dhe argëtuar sigurisht fëmijët e vegjël të qytetit, edhe për të ngacmuar ndoshta nostalgjinë e gjithë ne të rriturve që do ishte shumë mirë të ktheheshim në teatr dhe të shikonim pse jo një shfaqje për fëmijë krahas shfaqjeve për të rritur që ofron teatri. Kjo shfaqje, 3 Dërkucat vjen me regji të Klement Konomit, e interpretuar nga fëmijë të vegjël dhe po ashtu shikohet nga fëmijë të vegjël. Dua të përmend që ka filluar rrugtimi i shfaqjes në bashkëpunim me shkollat, fëmijët e vegjël të shkollave të caktuara vinë dhe ndjekin shfaqjen, por po ashtu në datën 2 maj, kjo shfaqje do të jetë dhe do të shfaqet për të gjithë fëmijët e qytetit në orën 10:30. I presim gjithë në Teatrin Zini Sako për të shijuar së bashku këtë rrugtim magjik. Shfaqja 3 Dërkucat flet për 3 Dërkuca të vegjël, të cilët vendosen përballë zgjedhjeve dhe përpara sfidave të cilave do t'ju sjelli dimri. Si zgjidhin ata këto sfida, çfarë rrugësh zgjedhin dhe cili është përfundimi, do më duhet ju them të vini në teatr dhe ta shijojmë së bashku dhe për ta kuptuar së bashku se çfarë ndodh. Në kalendarin artistik të Teatrit të Zini Sako, çdo vit të paktën 2 shfaqje u dedikohen fëmijëve. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.